Tuneli i Murrizit në rrugën e Arbërit është përfshirë sërish në debat publik, pas raportimeve për dëmtime në strukturën e brendshme, vetëm pak kohë pas hapjes për qarkullim. Çarje dhe plasaritje në beton kanë ngritur pikpyetje serioze mbi cilësinë e punimeve dhe standardet e ndërtimit të një prej veprave më të kushtueshme infrastrukturore në vend. Situata rikthen në vëmendje akuzat e përsëritura politike që kanë shoqëruar projektin ndër vite, ku janë denoncuar vonesa të zgjatura, kosto të fryera dhe mungesë transparence, nën përgjegjësinë direkte të ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Kryeministër, atëherë sot hapet tuneli i Murrizit prej 3.8 kilometrash i gjatë, është plotësisht i përfunduar në gjithë komponentët e tij. Tuneli i Murrizit u prezantua nga qeveria si një vepër strategjike dhe simbol i zhvillimit. Por sot përballet me dyshime se është ndërtuar me kompromise teknike në një zonë me problematika gjeologjike të njohura, pa një sqarim të qartë institucional për gjendjen reale të sigurisë. Deri më tani, institucionet përgjegjëse nuk kanë dhënë asnjë shpjegim publik, ndërsa mungesa e një inspektimi të pavarur dhe transparencë zyrtare ka shtuar shqetësimet se rasti i tunelit të Murrizit mund të jetë një tjetër shembull i keq menaxhimit të projekteve publike, për të cilën kërkohet përgjegjësi politike.